Me Flori, çfarë diskutoni tani që si jeni pjesë e skenës të humorit, po themi se Flori është në Tiranë. Po diskutojmë që edhe unë të nisem si Eltoni Liriani, drejt një sfilate. Vërtet? Të mos e tallem vërtet, kjo me atë do. Me Florin diskutojmë. Qani këto hallet të qenit artist, po pak i përjashtuar? Fare? Zero fare. Zero se etaloni matës i të bërit aktrim nuk është portokallia zemra ime. Ajo është parë si skena kryesore e humorit, po them. Skena humorit ajo është. Ndihet shumë mungesa jote në portokalli. Gjithë ato karaktere. Nuk i intereson njeriu për sa kohë është interesin me zemër. Nuk i intereson, no? Si intereson njeriu as. Nuk i intereson njeriu buzëqeshja e 5 vetave të tjerë, se buzëqeshja i publik të marrë filanin. Nuk ka më kështu. Ikën ato kora kur për publikun e vërtet interesoi dikush, u gëzua apo. E ndjen veten jashtë sistemit dhe jashtë tregut? Absolutisht fare, unë jam fantastikisht, mrekullikisht, siç flasin këto ke emisionet e reja ke topit. Kush për shembull? Unë për veten time. Unë për veten time, sa ti ka producent të dishëm tash. Unë për veten time jam shumë mirë, jam të them të drejtën, jam duke u angazhuar me filmat. Unë kam dhe një komedi time që e kam shkruar, e kam plotësuar bashkë me Florian Bine, dhe mbas kësaj unë xhiroj komedin time që është një komedi që vallaj, unë vetë me gjërat e mia nuk kam qesh ndonjëherë, po kësaj radhe për herë të parë në histori unë qesha me gjën time bashkë me Flor Binën. Po na trego diçka, për çfarë flitet në atë komedi? Apo është 2000 lekë. 2000 lekë. Si 2000 lekë? Jep 2000 lekë të tregoj. Po më. Bjere. Pa i tjetëri kërkoj 20 milion. Kuptoj që mua beti bëjë Shqipëri. Dhe i personazhi takon gjatë rrugës shumë personazhe dhe një nga ato është Flori, që takoj rrugës, që është një tip me mustaqe nga Elbasani me Erba, që i vihet nga mrapa këtij tipit të bafsha sa i mirë që kanë ime, burr me burr. Shumë interesant, ky ka qef një gotë, në fakt bëhet fjalë për një personazh shumë të njohur, Timin.